Kjo është Burani. Burani ishte inxhinier, ë? Jo, teknik minier është. Teknik minier është. Dhe ky punonte në Valies. Në Valies. E futën burg për agitacion propagandë, kishte edhe teatrin ky ishte pas në kohën e Zogut. Ka pasur fatin sepse nuk jeton më. Burhan Kalaja ta intervistoi një para se të vdesë ti je vetmi që e ke marrë në emision këtë. Dhe tha, unë tha nuk edhe familja e ruajnë si gjë të shtrenjtë atë intervistë që e ke marrë ti këtë. Jo, unë gjë të shtrenjtë ruaj letrën që më ka dërguar familja. E kam origjinale dhe po ata e kanë kujtën të bukur sepse po, është vërtet. Dhe Burani më tha një fjalë. Unë tha nuk isha armik i regjimit, tha. Unë tha ata më morën thanë çon spasha aty bëra armik, tha, s'u isha armik. Po, për çfarë futun Buranin në burg? Për fjalë goje, tha. Agitacion propagandë. Dhe ti u bëre shok me të dy këta. Buranin e njofta nëpërmjet Maksit. Po. Ishte djalë shumë i mirë, me vlera shumë të larta dhe më tha do të hikim, duro. Ta ratisësh. Do të hikim. Po? Mirë, thashëm, me datë 23 qershor. Po? 1990. 1990. Po? Ka qenë ditë e shtunë. E shtunë. Këta ishte ditë e shtunë në orën 2:30 më vinë tek shtëpia mua. I bien derës, ku Luani këtu, sa nëse u fut ky bashkë me Maksin. Ishte martuar me dy fëmijë. Ishte martuar, djali ishte i vogël disa muajsh aty. Disa muajsh. Elio. Vajza Elio. Edhe tha, shpejta një çik raki, tha pi çik raki, më tha mua. Edhe kisha raki u piva, mos më zete, unë dhe me një teke. S'mzete rakia, piva një dopje, s'mzete rakia nga frika, nga emocionet. Se? Do ikim atje, tha do futem në ambasadë. Nëse si do futen, ku do futeni tash? Zbrita u ndava me babajin, si ishte babai. Se u përcohen ato. Po, ndava me ata, mora, ika me këta. Ikëm, priste Saureli poshtë. Priste Saureli, ku hipëm atje, ishin dy çuna të tjerë larg. Po thashë unë si njifsha ata të tjerë. Kur kalum ke Ministria e Jashtme atje, Unaz, ndaloi era Boris Fatos Kaceli, se Fatos ishte shoferi Saureli. Liazit. Të parkut të minerave. Parku minerave. Era Boris edhe hypën e tre tjerë lart. I thë që po meni gjithë të jonë me vete, do meni të që po unë e kështu. Thëja, më s'kimera, thashë është organizuar. Atë ishin shok të Tosit. Burhani ishe me mua dhe me Maksin, edhe Tosit. Ishit lartë? Lartë. Po, para kush ishte? Para neti Maksi me Burhanin, ne ishim lartë, edhe tha meni nga i lev, tha. Në i lev, po lev që? Po sepse nëse dhe hipshin policat nga spondet, ta godistin. Po ti more lev ti? Po ma dhan levën se do të mbrosha, ishte aksione. Unë pika levës tënde. Jo, i bi unë, se pa shu i bi, po jo policit, zdo, se policit shkret bënd të detyrën. Po? Dhe vajtëm në fark. Në fark hoqëm xhamin e makinës, sepse nga goditja mos thyеш xhami edhe e tha Tosi, tha, ore, mos ma ktheni fjalën, tha, se s'kam ku shkoj me këtë makinë, tha. Atyre i kështë thonë jam në Puk, se shkon të bënd të rrugë në Puk kësaj. Po? Edhe unë nisëm në 4 pajçarek, drejt tek ambasada amerikane sot, italiane, ishte porta e madhe atje. Porta nga ana e gjuhëve tuaja? Gjuhëve tuaja, ishte atje. Një policist e ullur, një tjetër ishte kapur aty në hijen e se binte Pema, hije dhe Burhani, Tosi e hypi Saureli në mbi trotuar, Maksi bërtiti. Drejt, sepse mu t'i shtypte ata. E sigur që do t'i shtypte. Po? E sigur. Edhe ishte... Dhe Maksi ka thënë fjalën më lapidar. U dze Burhani. I tha, po ti tha pse e ktheve? I tha, unë nuk marr lirin, tha, duke marr lirin të tjerëve, tha. Fjalë, për fjalë, ka thënë Maksi. Shoferi? Maksi. Maksi, jo shoferi. Shoferi ishe Kaceli. Tosi shumë trime, shumë ashtu, tha Maksi, tha, unë nuk marr lirin të tjerëve. Dhe qa bën makina në shkoj lartë? Ikëm shkum ke studentat. Atje filloi një sherrë i madh. Ato çunat nuk e njihshin Maksi që tha, po ti tha pse na ktheve, pse na bënë ne për erdhën për këtë atje. Jo do kthehemi, jo me Luani do kthehet, tha, se Luani është i martuar, i tha Maksi. I tha, Maksi tha këtë, unë kam parandjenjë, tha, kur nuk më hec një gjë e parë, në të dytën do të ndodhi fatkesi. Unë do kthehem, tha, e kam parandjenjë, tha. Kush? Maksi. Maksi. Po Luani do vi me mua. Burhani unë dze me Maksin. Fillun ato s'do vi Luani. Luani dun për gazetar, tha, se Luani të ngjit fjalë atje në Itali, tha, kur të thot, tha, që qa bëhet në Shqipëri, ku ta diun e tjerë. Ti gazetar? Gazetar. Po? Dhe me zi hika do me Maksin. Ti u ktheve? U ktheva me Maksin. Qa bëri Saureli? Kur hika, Tosi më tha, o Luan, hajde minutë, tha. Të lutem, tha, del nga ora 9, tha, deri në 10-11, shiko, tha, si do në shkoj aksioni, tha. Nëse në ndodhë gjë, tha, na kapin, tha, lemro familjen, tha, se mos na çojnë mrapa malit me grobën, në pushkaton e vrasin, tha.
Po kjo ishte edhe me spet, se më ndogje, thash, po nëse si ecë aksioni mirë, unë e disha çfarë ore do futeshin. Dhe kishe frikë se mos dyshone që kam spionu, edhe hikëm në. Në orën 9 mora një bicikletë dikun edhe vajta atje. Pritë unë e pritë s'ka, kur 9:40 zbret Aureli atje, mush me gaz. E pe vetë me sytë tu? E pas me sytë e mi. Qetësi, se në atë kohë s'kishte makina. Po ku zbriti, te rruga Budi? Jo ke rruga Budi, lartë nga ke studentat, sa fillo ku ka qenë një televizion, dikur që ke qenë edhe ti, dikur ka qenë një televizion. Do të thënë përballë aty ke ekonomiku. Filologjiku. Aty zbriti, mush me gaz, unë e pash. Do të rrugë Elbasanit. Rrugë Elbasanit edhe erdhi. Unë hypa bicikletën në trotuar. Po. E pe makinën. E pash makinën. Pa xham. Me shpesi, pa xham. Goditi portën, ato... Pe vetë me sytë tu, edhe ajo njëro përplas ke kangjelet në të modë, sa Aureli me shpesi deri në fund. Kush po ndiqte ngjarën? Kush po shikonte tjetër? Asime në një çift që po kalonte aty dhe policat ngelen kështu. Ishin dy policë, njëri thoshte, "Futu ti", shtyshin njëri tjetrin se s'ja mbante. E u futën në 2 metër. Doli kafazi eroje. Sa metra u fut kamioni brenda? Shkoi deri në fund fare. Tek muri, ke ana tjetër, po ke ana tjetër. Ke kangjelet. Me shpesi. Po, italian çfarë bën pastaj? Doli kafazi eroje, vetëm kafazi eroje doli, që kishin atë shërbimit të brendshëm. Po? Oficer. Me pantallon të shkurtë, se ishte kampionati botëror në Itali në atë kohë. Po. Edhe doli ai me pistolet. Me pistolet, ë? Po, veni, largon të gjithë. Aty që u futën. Të gjithë aty. Hapi atë, ishte kaput zinxhiri, hapi atë, arnë rinte deri. Ajo çiti ato për të ishin këto policat. Erdhi zëvendës ministri. Më duket se ishte kadri Ismailiati, më duket. Po, dhe erdhi ai aty dhe tha, "Kush ish me shërbim këtu?" tha. Filani. Qa makinë ishte? A I tha, unë isha atë, su afrova. Tha, kjo makinë, shef, tha, kaloj, tha, edhe në orën 4 këtu, tha. Ishte pa xham, tha. Edhe, gabimisht e hypi ke trotuari, tha. Edhe ju e patha dhe nuk lemrot, po, ku e dishim, në, tha? Ku e dishim çdo bonte, tha. Hiku, tha, poshtë, mendum sa shqipishëm. Sa veta ishin, tha? 17 veta, ja futi kotaj nga Frika. Qa makine ishte? Ishte e Fierit. Në fakt ishte e Fierit, ishte Tiranës e parkut minerave. Ishte me targa tëra? Me targa, ishte sa Aureli ri. Dhe hikni, largoni, i morën 2 policat dhe i futën në aro. I arrestuan ata, i futën me zërë, nuk e di fatin e tyre. Dhe unë hika në shtëpi... Ja, ky është Buran Kalaja. Ky është Burani, kjo është pjesa... Intervistës, parë se të vdesi, ndalet nga jeta e shkreti. Edhe më tha mua atëherë, tha, po më merë, tha, po do t'i vdes Landit në studio, më tha. Mos vdes aty, se ishe shumë keq nga gjendja. Me gjithë e kishe dëshirë, kishe shumë respekt edhe për ty, tha, do vi. Edhe erdi. Kjo është intervista e fundit që ka dhënë ai. E vetme. Një vetme. Po dhe ata mbetën brenda. Kush I mori brenda ata pastaj? Ata u futën, dolën ata italianët e I futën brenda në dhomë. Ty ishin dhe ata të Popajt kishin hikur. E kishin hikur në Kishin hikur popajt. I kishin hikur në fund të vitit. Këto ishin të parët. Më mrapa Burhani më ka thënë që aty brenda, ishte edhe një çun vetëm nga Shkodra. Ishte fut para këtyre? Ishte fut para këtyre, po s'ishte bë fare zhurmë. Po si ka mundsi? Po nuk e di. Se dite as policia, s'dite gjë as. Kush është ky? Morë vesh emrin? Se mora vesh. Domethënë edhe përpara këtyre pas ka qenë tjetër. Gjetëm aty tha. Po zbëri buj. Atë ditë pastaj Zëri Amerikës dha, s'un do gjë. Se kjo është e bukur kjo. Zëri Amerikës tha Elis Bibera. Nga Elis Bibera tha, lajmet siç kemi nga Tirana tha, një thuhet tha, ajo thuhet gjithë. Thuhet. Ato kishte edhe të vërteta, si gjithmonë thoshin ato, po thuhet për qenë brenda. Po? Edhe tha, thuhet si një grup djemsh tha.